Te nuk do të ishe kur një baba si baba i ytë. Mos e bëj Gylajshe. E më erdhim nga brenda ta thoja. Pra nuk e mbajta do thjesht më doli. Hajde ta çojmë fëmijën lart. Jo, do ta marr atë mua ose Çfarë shqetësimi as pak, nuk shqetësohem, do ta çoj unë. Jo, do ta marr atë ma jep pra. Do të doja shumë, e di, apo jo? E di. Hajde, eja. Gylajshe. Ha? Ashtu. Çatallin, ti e fajsove, ishe e zgjuar, të lumt. Ti nuk mund të vrisje baban tënd. Sepse unë e dorëzova atë. Prandaj mendova se do të ndiheshe më mirë. E pra ai nuk vdiq, por të paktën do të jetë në burg derisa të vojë dënimin. Hajde mbesa ime tani, ti mund ta bësh atë, të lutem, urime për fitoren tënde. Pikërisht, daja im. Nëse rrëzohemi poshtë, do të ngrihemi përsëri me një grush dheu. Pikërisht ashtu, të lumt. Të lumt, vajz, vazhdo vetëm. Sale, Urdhëro valla. më jep një gotë ujë, do të marrë edhe një qetësues tjetër. Valla, mos e bëj. Kjo do të jetë e treta që nga mëngjes. Më jep ujë djalë, thash, më jep. Çfarë ndodhi? Mos pyet, Nazmi, e kam 2 ditë që kam një dhimbje koke të rëndë, shumë keq. Ndoshta duhet të shkosh në një mjek, ose do t'i them Pamirit unë të sjell çaj rozmarine. Do të bëj mirë ty. Mirë, dërgoje. Në rregull, hajde, unë erdha në kompani, po e mbyll tani. Flasim kur të mbaroj. Mirë, flasim. Pamir, ti do t'i shosh dajës tim çaj rozmarine. A më dëgjove? Çfarë ndodhi? Ai ka dhimbje koke të rëndë. O zoti i madh, po nuk kam parë kur njeri që të ketë dhimbje kaq shumë të kokës. Më uro fat mua. Jetët tona varen nga negociata që do të bëj sot. Pa çfarë zonja Nazmie? Hajde të shohim.
Nazmje erdhi në kompani, a? Ha, e po le të vi. Ajo i bëri ata të na telefonojnë duke thënë se do t'na tregoj. Mirë, le të dëgjojmë se cili është vendimi i saj. Le të shkojmë. Lara Jepogullu hyri në kompani. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, mbese dashur. Gjoxha Hafiz. Ish dhëndri im. Kushëri? Po të mos ishim të afër, do të thosha se çfarë bën truproja në zyrën e kryetarit, do të vrisja mendjen. Por ja, gjaku. Ngrihu ti që aty? Ngrihu, shpejt. Në rregull, do të ngrihem. Ti ulu këtu, edhe ju gjithashtu uloni, hajde. Hajde pra. Unë jam mirë. Çfarë bëre? A e mendove? A e more vendimin tënd? E mora? Pranoj me një kusht. Patjetër që po. Çfarë na qen nga ai kushti? Do të më japësh të gjitha aksionet e tua dhe do të marrësh mbrapsht vëllain tënd. Esht. Nuk ka mundësi. Vaj be. Hajde! Unë mendoj si e çmendur ti. Jo, nuk jam e çmendur. Liria nuk është edhe aq e lirë, e dashur Lara. Unë do të hiqja dorë nga vajza ime për atë liri, nëse të kujtohet. Nuk ishte dhe aq vështirë për ty të mësoheshe. Apo jo? Nuk ishte e vështirë. Të them diçka, nuk do jetë e vështirë as për ty. A ke pasur ndonjë kompani deri në këtë moshë për hir të Zotit? Unë kurrë nuk do ta jap ty kompaninë. Kërko diçka tjetër. Dua kompanin. Mos vepro në mënyrë qesharake, qohë Gvilajshe. Kemi videon e saj dhe karajt. Le t'i japim në polici dhe ata le të shkojnë në burg. Zipkini do t'jetë i lirë dhe kompania do t'jetë e jotja. Të gjithë le t'jetojnë jetën që meritojnë. Është vërtet interesante, por jam dakord me ty, Barbaros. Unë ma dje do dërzohesh atje, unë e do e vuaj dënimin tim sa do i gjatë të jetë. Mjaft më tashmë, çfarë dreqin është kjo? E të gjove Karan? A i tash më qenë nga i gachëm që të shkoj në burg? Edhe unë nuk do të gënjej ty, sinqerisht jam shumë dakord me të pra. Në rregull, ai është i vlefshëm për mua, po pra, por është një jetim i humbur. Por ai nuk vlen sa një kompani tani. Mund ta kishe thënë ndryshe, por gjithsesi. E po pra, kunat e dashur, unë do të jap ty edhe një shans të fundit, nëse ke ndonjë kusht tjetër për ndryshe. Mirë, në rregull pra. Nëse shkoj në burg, do të vuaj disa vjet dhe do dal. Nëse ai i yti hyn brenda, ai do të marrë dënim të përjetshëm. Kështu që mendova ta provoja fatin, por jo, nuk u bë. Hajde le të negociojmë. Por çfarë dreqin po flet? Çfarë negocimi? Je e çmendur ti? Mos je çmendur ti? Kur the i çmendur, mos sjell në mendje diçka, Kushëri. Nëna ime ndjer thoshte gjithmonë, ti i ngjan dajës tënd. A e njeh ti dajën tim se kush është? Për atë po flas.
Baba yt që po digjet për Zipkinin. Unë do ta digja gjithsesi. Zipkini nuk ishte i nevojshëm, ti mos u shqetëso. Por baba yt më dha idenë për të negociuar me Larën. Ti nuk e dëgjon baban tënd, kurse unë e dëgjoj dajën tim. I gjithë dëmi që ka pasur deri më tani Lara këtu, është për shkak të babait tënd. Barbar. Mos u ndiko nga ajo grua. Ajo gjithsesi do të kishte kërkuar kompanin pra. Hajde të shohim gunat e dashur. Bëj negociatat e tua. Në rregull. Unë do të marr gjysmën e kompanisë, por aksionet tona do të jenë të barabarta. Kur nuk ka mundësi. E po mirë, unë do të marr gjysmën, ndërsa Hyma do të marr gjysmën tjetër, në rregull? Në asnjë mënyrë. Hyma vazhdon të më shes pas shtëpinë e mua. E kjo është arsyeja pse po ju jap pjesë të barabarta të dyjave? Unë e marr gjysmën, ti dhe Hyma merrni gjysmën tjetër. A do të pranosh apo do të shkosh në burg? Burgu është, burgu. Hajde. Unë do shkoj në burg, edhe Nazmia do shkoj në burg. Kjo do marr fund më. Tema është mbyllur. Hajde, mjafton. Nuk do ta besosh, por këtë herë jam dakord me ty. Kara, Tema është mbyllur. Negociata ose diçka të tillë nuk ka. Le të shkojmë Gylajshe. A jo, po përse? Vajz, asun nuk vlej sa gjysma e kompanisë. Në rregull. Ha nuk ishte qëllimi im për të shpëtuar Zipkinin. Mirë, Zipkini do të shpëtoj. Unë do shkoj në burg, mbaroj mjaft tashmë. Kara, çështja është që të shpëtoni të gjithë ju. Unë nuk do të haloj jetën e fëmijëve që më shpëtuan. Në duart e një gruaje që më hodhe në plehra, kuptojeni këtë që Barbar nuk ja fal dot vetes tani. Mirë, në rregull. Mirë, Gylajshe, bëj si të duash. Xhaxha Hafiz? A je dhe ti dakord me këtë? Nuk e di, po të ishe fëmija im, do të isha shumë krenar nëse do të jepje gjithë pasurin tonë. Ta jepje të gjithën për fëmije që të shpëtuan nga koshi i plehrave. Sigurisht jam dakord, bija ime. Tani, Çatallin do ta fusësh në burg derisa ai të vdes. Kara dhe Zipkini do të shpallen të pafajshëm? Në këmbim të kësaj, unë do të fal ty. Gjysma e kompanisë është imja, gjysma është e jotja dhe e Hymas. Harrojeni të qenit kryetari i bordit. Kjo çështje është mbyllur për diskutim, unë jam kryetarja. Gjithashtu, ortakët nuk do të mund të marrin asnjë pjesë nga fitimet për një vit të tërë. Siç e folëm edhe më parë, aksionet e fitimit do t'i dhurohen projektit të fëmijëve të pastre. A e kuptove? Në rregull? Por unë do të kthehem në pallat. Unë dhe Hyma do të jetojmë në pallat tani e tutje. Për çfarë po flet ti? Është e sigurt për trazira.
Kjo është e pamundur. Hajde, çfarë nuk shkon? A nuk jeton tashmë në shtëpinë shtesti? Ti do të mbrosh Larën tonë të dashur. Çfarë duhet të bëj ta hedh vajzën time në këtë moshë? Nuk ka nevojë të kesh frikë. Pra, hajde. Pra, të gjithë nxorën gjithçka nga gjoksi. Librat e vjetër u mbyllën. Unë do të jetoj në pallat. Ky është kushti im. Nëse pranon, më jep dorën. E pranoj. Unë mendoj se ke rënë në dashuri. Nuk jam e dashuruar, mendoj. Apo jo? Do të ishte qesharake, nuk do ta bëja. Pse më shikon kështu? Jo, nuk po të shikoja. Sigurisht që nuk isha. Po mendoja nëse duhet të bëja zhurmë kur të pash duke fjetur ashtu, hezitova për 1 minutë. Shive të shive. Prokurore, nëse e këtu për të më bërë të flasë, mos e hum kohën kot, të lutem. A ke në vetë regjistrues? A? E di. E bën atë ku nuk merr përgjigjen që dëshiron. Nuk kam nevojë që ti të flasësh. Gylajsh e gjeti një mënyrë për t'ju shpëtuar. Çfarë lloj mënyre ka gjetë ajo? E do gjikaren? Mallkuar qofta i kara. Jo, nuk e bëri. Ajo bëri një marrëveshje me Nazmien. Tani Nazmi po jep një deklaratë në stacionin policor. Prokurore, çfarë marrëveshje, çfarë deklarate? Nuk kuptoj asgjë tani. Nazmie do të thotë se Çatalli është ai që e vra Menderesin. Dhe Gylajshe do të harroj që Nazmia hodhi në mbeturina. Pra Gylajshe, ajo hoqi dorë nga hakmarrja e saj për të më shpëtuar. Ja, e po të them që së shpejti mund të ecësh i lirë. A për këtë duhet të mendosh tani? Prokurore, harroj e liri, nuk më intereson, lëre fare. Mos më liro, as pak, çfarë më intereson liria? Prokurore, Gylajshe hoqi dorë nga hakmarrja e saj për mua. Po, por jo vetëm kaq. Kara erdhi të dorëzojë dje. Ai do të rrëfehej nëse nuk do ta kisha ndaluar. Çfarë? Pra tani na kanë falur të dy vëllezërit e mi.
Ha? Pra ata të dy na kanë falur. Përbes nuk e di nëse ju kanë falur, por definitivisht nuk kanë zemër. Sigurisht që jo. Si munden ata? Nuk mundën prokurore, sepse ata më duan, vërtet më duan. Ata me të vërtet më duan. Faleminderit, Zot. Faleminderit shumë, Zot. Faleminderit. Zipkin, gjykatësia mori vendimin e tij. Je i lirë. Le t'ikim nga këtu. Faleminderit Zotit. Eja, motër, eja. Le të him nga dera e kopshtit. Mirë, vlla, o Zot. Shiko, motër. Dëgjo, motra ime e dashur. Ky është pastruesi i gëlqerës, në rregull? Kjo është lecka e dritares dhe kjo është për të fshirë ato. Dëgjo, mos i fshi dritaret me këtë kur, ta dish. Bëje me këtë sepse kjo nuk lën njolla të bardha, sepse pastaj mërzitem shumë, në rregull? Në rregull. Ne do të hymë sot. Fillo të punosh sa më shpejt që të mundesh, mirë? Të lutem. Gjithashtu ndrosh shpesh ujin në kova, hidh në të ujë me uthull, livando dhe sot buke. Pastroje vendin dhe bëje të shkëlqej. Mos më bëj mua dhe prokuroren të zihemi, në rregull? Të lutem shumë. Në rregull. Hajde. Prokurorja ime po vjen. O Zot, ajo është shumë e zemëruar. E kuptove, ha? Çfarë bëhet? A është gjithçka gati? Çdo gjë është gati. Unë fola me pastruesin sot, ajo do ta pastroj. Por ti ja je mirë. Mirë jam. Pse nuk do t'isha? Mirë je. Mirë jam, vlla. Në rregull. Çfarë bëre ti? A doli Zipkini? Faleminderit Zotit. Doli. Falë Zotit që e hoqëm qafe edhe këtë problem. Me të vërtet. Mirë që e hoqe qafe Zipkinin para se të bëhi një telash për të. O Zot. Çfarë lidhje ka kjo me këtë vlla? Pse Zipkini do të bëjë një telash për mua? Çfarë do të thot pse? Ti e prokurore dhe ke fshehur një të aratisur, po sikur të dëgjohej. E ke hequr qafe para se të bëhej një problem edhe më i madh. Po, ashtu është. Pikërisht. Faleminderit Zotit, pra. Faleminderit. Do të kthehem në jetën time të vjetër pa asnjë dëm. Në shtëpinë time të re, pa u shqetësuar për Zipkinin, ashtu siç jetoja më parë. Raste të zakonshme dhe gjëra të tilla. Ti ku po shkon tani? Në tualet.
Idiot. Idiot, budallaqe. Ti je budallaqe. Ai po përqafon një vajzë tjetër, largoje nga mendja, nxirre jashtë atë, nxirre jashtë. Mos më telefono. Pse më dhërret? Shko dhe thirre hyman. Shefa, mund të më ndalësh këtu? Faleminderit vëlla. Do të më jepje veshkën tënde, apo jo artist? Çfarë thua? Çfarë mund të bëj, djalë? Ai nuk të donte ty. Tha, unë nuk mund të dal nga një trup i pashëm si ky për të hyrë një trup të tillë. Hajde ik nga këtu. Veshka jote është xheloze ashtu si ti. Kështu po thua, a? Eja këtu. Eja këtu, të riqe dhe luaj me këtë. Çfarë ke ti? Ma jep mua, do ta vë në dorë. Mirë, vetëm ma jep mua. Zipkin do të rra. Çfarë po ndodh me ty? O, Zot, faleminderit shumë. Çfarë është? Me këtë lartësi?
Çfarë? Shikoj barkun tënd ti. Ali, po përplasen me njëri tjetrin si 23 vjet më parë. Ec. Prit, nuk mund të duroj një seancë tjetër për qafimi. Përqafoj këtë, sapo doli nga burgu. Eja këtu. Përsëri. Kush jemi ne? Të pastrejt! Kush janë tradharët? Të gjithët! Kush janë vëllezërit? Ne jemi! Vetëm më i vogli nuk është këtu. Gylajshe. Djalë papritur bëhemi barë për trupin, ha? Mos e prish një humorin më njerë. Gylajshe ja dha gjysmën e kompanisë Nazmijes për të shpëtuar. Çfarë do ti më shumë? Çfarë? Si ashtu? Mendova ajo kishte hequr dorë nga hakmarrja ndaj Nazmijes. A e kërkoi edhe kompaninë ajo? Po ajo e kërkoi. I thashtë mos e bënte, se të shkoja të vuaj dënimin, por ajo tha se nuk mund t'i linte fëmijët që shpëtuan nga plerhat në duart e një gruaje që e hodhin atë. Dhe ja dha asaj aksionet. Merjan telefonon Gylajshe. A do shkojmë në ndales? Jo, nuk dua. Gylajshe, pse si jep fund kësaj ndarjeje? Hë? Shiko, ti bëre diçka sot që askush nuk mund ta bënte për Zipkinin. Le të Po shkojmë. çfarë do t'i themi Hallës? Ç'lidhje ka halla jote me të? Si do të thotë çfarë lidhje ka? Ajo do të çmendet kur të dëgjoj se Nazmia do të kthehet në shtëpi. Mos i bëj presion asaj. Ajo do t'i falë vëllezërit dhe motrën e saj, por fillimisht ka gjëra që duhet t'i hyjnë në kokë. Në rregull, Xhaxha. Vajzë shtëpisë, si do t'i themi hallës tënde që Nazmie do të jetë këtu së shpejti? Si do t'ja themi? Unë them vetëm tregojeni asaj drejt për drejt. Ajo do të na shkatrojë të gjithave. Sot i na ndihmoft neve. Amin. Amin. Hajde të shojmë. Hajde. E hajde dhe ti pra. Na duhem për forcime. Më vjen keq, por nuk mund të zgjedh një luftë me zonjën Haxhere. Unë do të pres këtu dhe do të merrem me Nazmien.
Mirë se vini Xhaxha Haxhi dhe motra Gylajshe. Vëllai Barbar? Zoti ju ndihmoft. Përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, që nga mëngjesi nuk më zinë të vend i vend. Hajde tani të lutem, mos e gjë. Më thuaj, çfarë donte ajo Nazmie? Çfarë donte ajo shtrik? Më thuaj tani, çfarë kushti kishte? Po kushti i saj... Më thuaj pra tani më? Haxher, pse po më bën presion? Më lërë të marr frymë? Pse po qëndron në këmbë? Eja, ullu këtu. Hajde, ullu këtu. Ullu. Përse më thua që të ulem? Do ndihem keq sa të më bje të fikët, ha? Po vetëm ullu të them unë. O zot, ullu. Ajo pa tjetër donte diçka të keqe. Ajo pa tjetër donte diçka kaq të keqe. Jam e sigurt. Ajo shtrik që shpon shpirtin e njeriut, do të kërkonte jetën e një personi. Duhet të më kishe marrë dhe mua, Haxhi. Ke bërë një gabim shumë të madh. Ke bërë gabim. Që s'më ke marrë mua. Unë atë do ta kapja për flokë. Tani e tutje do të arrash gjithë ditën. Çfarë do të thuash me këtë gjithë ditën? Pse fshihesh andej, Eja këtu. Tregoj hallës tënde, se si do të arrah Nazmien nga mëngjesi deri në darkë. Eja. Ha? Lara? Hallë dashur? Nazmie do të jetojmë ne këtu tani e tutje, ne bëm një marrëveshje. Çfarë? Ha? Madje ajo është rrugës tani do të jetë këtu? Çfarë? Shiko anën e bukur, Haxher. Do të mund të arrash Nazmien sa herë që do të kesh qef. Ha, po pra vërtet? O zot, më jep durim. Vizita juaj është aty. Vëlla, pa mirim, mirë se erdhe djalë. Mirë se të gjeta, patron. Të shkuara qofshin, atë dhe më shumë koka? O, më spyet, pa mirë, më spyet. E di si thonë, po më qajet koka. E imja po shpërthen, pa mirë po shpërthen. Zë Nazmie të dërgoj qaj rozmarine. E futa fsheku razi këtu në repart. Tu e dijem dhe ta përgatisim për ty. Falemderit shumë. Pra, më thuaj pa mirë, që kemi? Çfarë po ndodh jashtë, ha? Si është Barbari, më thuaj? Vëlla? Barbar? Vëlla, je mirë. Si është Barbari? Vëlla? Djali im. Vëlla, je mirë. Është mirë. Djali im pa mirë. Vëlla! Vëlla! Thrisni mjekun! Thrisni mjekun! Çfarë ndodhi? Shef! Çfarë ndodhi, shef? Hajde! Hajde shpejt, titoni! Ai, kushëriri imi dashur. Hyma shikoja atë. Barbarosi po pret pranderës për të na ndihmuar me bagazhet. Unë e inqizova ato video për Zipkinin, jo për nënën time të betohen. E di, Hyma. E meta jone vetme në këtë jetë janë prindrit tanë. Aha. Çfarë mund të bësh? Ky është fati juaj. Ky.
Nazmie, jam me ty. Nëse i lëndohet qoftë edhe një fije floku Gylajshes, të dërgoj te daja yt. Nuk do të më interesoj për Karajin dhe gjëra të tilla. Madje as Gylajshja nuk mund të më ndaloj. Ky është paralajmërimi im i parë dhe i fundit. Të paktën më ndihmo të mbaj bagazhin tim, që të meritosh paratë që i more. Nuk mbaj mbeturime, po mbroj një thesar. Çfarë ke bërë ti, çfarë ke bërë? Çfarë ke bërë? Shpirtë dashur tani shiko. Pije këtë, pije. Lara ime, nuk mund të jetoj me një grua që e hodhi në plehra në të njëjtën shtëpi. Lara ime mund ta ketë pranuar këtë për të shpëtuar vëllezërit e saj, por unë nuk do ta lejoj këtë. Mesa ime nuk mund të jetoj me atë grua në të njëjtën shtëpi. Haxher, Nazmia mund të ketë bërë gjëra të këqija së bashku me burrin e saj. Lakmia e saj mund të ketë Mos guxo të thuash edhe një fjalë të vet me Hafës. Do ta bësh. Edhe nëse nuk mundesh, do ta bësh atë që bëri Lara. Hakmarrjen do ta lësh në anën tjetër. Dëgjoj. Ajo grua ka mbesën tënde në duart e saj. Hyma është një vajzë e pafajshme. Ka të drejta i hall? Hyma është një vajzë shumë e mirë, a duhet ta lëm në duart e Nazmies atë? Shiko Lara e tha kaq bukur, he? Hyma qëndroi shumë herë pranë Larës, pavarësisht nënës së saj, por e pe edhe vesh çfarë ndodhi kur ja lëm atë në mëshirën e nënës së saj. Uf! Mos, ne do të mbrojmë vajzën tonë, Hyma, po aq sa mbrojmë Larën tonë. Hë? Uf! Uf! Motër Gylajshe? Ata erdhën. Bismillahirrahmanirrahim. Haxher, çfarë të thash unë? Vrapo! Grua kokfort. Hyma? Mirë se erdhe në shtëpi bia ime. Halla? Falënderit Zotit që na bashkoi sërish. Sa për ty, Nazmie? Që tani e të tje do t'jesh si një qep në syrit. Nëse ndonjëherë e lëndon një nga vajzat e mia, edhe si kur të vi mbreti nuk mund të më mbaj. Nuk do të lejoj që as barbarosit të marr. Unë do të shqyej me duartim. Më duket se duhet të punsoj një truproje unë. O, sot më jep durim të lute. Pamiri po telefonon, sepse e dërgova Pamirin tek baba yt, ai ka dhimbje koke. Baba yt, duhet i përgjigjem unë. Ndoshta do t'i thuash edhe ti të shkuara. Babait tënd. Ha, urdhëro Pamir. Ai e dërgove çajin e rozmarinës dajës? Jo, Nazmie, po e dërgojmë shefin në spital. Çfarë? Ata po e çojnë dajën në spital. Shpresoj të vdes. O shef, lutem, merren ngadalë për hir të Zotit, mos e zemro prokuroren. Mirë, Ju mos u lutem shqetësoni, ngadalë. zotëri. Për hir të Zotit. Liu dhe të tjerët më në fund erdhën. Mirë se erdhët. Punë të mbar. Ashtu për ti na the se prokuroria po transferohet në telefon dhe nuk mund të qëndronim kështu. Tham që të shkojmë të ndihmojmë prokurorin tonë. Mirë keni bërë. Ne s'patëm mundësin të të falemderojmë për atë që bëre. Duam ta kompenzojmë tani. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë, por vërtet nuk bëra asgjë unë. Gylajshe e shpëtoi Sipkinin. Por e dashura Sare e mbajti të fshehur atë. Ja, a nuk është kështu?
punë të mbarë për mua. Dhe, më mirë është të fillojmë. Çfarë do të bëjmë? Nuk e di unë... Sinqerisht, mendja ime është shumë konfuze tani. E mirë, në rregull atëherë. Unë do të kujdesem për gjithçka. Ti shko në dhomën tënde dhe merru vetëm me të. Mundet kështu. Tani, në rregull atëherë, Sabit, ti dhe Xhemali mbajini karriget. Mirë, Kunat. Vëllai Mete, edhe ti i mban kutit me Zipkinin? Kujdes, këta mund të thehen. Ali, ty nuk do t'jap një detyrë të rëndë sa po ke bërë një operacion. Të organizo lëvizjet në rregull. Nëse mundet ta menaxhosh punën. E po dakord, shef Emerxhan. Këto ndoshta duhet i lë këtu. Çfarë janë ato? Mendoj se pulovrat janë këtu. Po, mund t'i vendosësh atje. Dole herët nga puna sot. Nuk mund të të falenderoja. Të thira, por ti nuk u përgjigje telefonit. Zafer, sa po thash të njëjtën gjë. Nuk ka nevojë të më falenderosh, unë nuk të shpëtova. Ti më shpëtove. Më shpëtove ti mua. Po të mos më kishe fshehur ti, do t'isha në burg tani. Nuk do t'ishe në burg, do të ishe në një shtëpi të rënuar. Shiti, po, për e pranoj.